Bestik, përshëndetje. Përshëndetje. Këtu ku ndodhemi? Këtu jemi në Këmishtaj, Bashkia Divjak. Ne merremi me kultivimin, grumbullimin dhe eksportin e bimëve aromatike mjekësore. Vendet që shesim më shumë është pjesa e Europës, në Amerikë dhe në disa kontinente të tjera. Kryesisht ti merr bime medicinale nga gjithë Shqipëria, nga gjithë vendi. Ne kemi pika në të gjithë Shqipërinë, në të gjitha qarqet dhe në disa qarqe edhe nga 2-3 pika, të cilat na vjen furnizimi nga bimët e mbledhura në egër, të mbledhura në mal, të themi, dhe nga kultivimi. Fokusi jonë është bashkëpunimi me fermerët, një bashkëpunim i ngushtë dhe i drejtë me ta dhe qëndrueshmëria në produktet e certifikuara atë çfarë kërkon tregu. Dhe një marrëdhënie drejt për drejt me fermerët është shumë domethënëse në këtë kohë të vështirë ku fermerët i kanë humbur shpresat dhe mendojnë që vetëm në varësi të një mungese tregu ata mund të shesin produktet e tyre. Jo, ne funksionojmë me kontrata afatgjate, funksionojmë në bazë të një besimi, si është edhe vetë kompania bio e besueshme, e cila do të thotë që ne kemi një bashkëpunim të ngushtë me fermerët për një jetësi më të gjatë. Është kënaqësi atëherë se unë shkoj pothuajse në të gjithë Shqipërinë dhe një kompani të tillë model me njerëz të tillë, me fjalë unë vështirë që të gjesh, gjithsesi unë do duroj një vit të mbar, një sezon të mbar dhe ushtofshin sa më shumë njerëz të tillë punëtor real si puna juaj. Faleminderit sa po kemi nisur fushatën e re, fushatën e bimëve, jo atë elektorale vetëm,